Regjisori japonez Hiroyuki Tanaka, I cili njihet me nofkën në Sabu, shkelin e të piu në kushtin e Berlinale me rastin e shfaqjes së premierës botërore të komedisë Udhëtimi I Qasukës. Ky film është në garë për çmimin Ariu I Artë. Sabu nuk është I panjohur për kryeqytetin gjerman, pasi që ai ka realizuar 8 filma të tillë. Mirpo, me filmin Udhëtimi I Qasukës, ai për herë të parë është futur në garë për çmimin kryesor të Berlinales. Regjisori Sabu preferon të realizojë filma që argëtojnë publikun, siç është zhanri I komedisë. Ka filma të zhanreve të ndryshme, por nuk preferoj të realizoj filmat të cilat I argëtojnë dëshmitarët e filmit, që janë me skena qesharake e që nuk janë shumë edukativ, por që bartin te publiku një mesazh. Përveç filmit japonez, në Berlinale u dha premier botërore dhe filmi Hirushia, realizuar nga kompania Disney. Por, kësaj radhe, ajo vjen me personazhet e vërteta. Regjinë e tij ka bërë Kenneth Branagh. Rolin e Hirushës në film e luan aktoria Lily James, rolin e princit e luan aktori Richard Madden, ndërkaq aktoria Kate Blanchett luan rolin e njerëkës. Filmi Hirushia sjell në skenë shumë nga skenat e animacionit, si kostume ekstravagante e shumë elemente të tjera. Aktoria Kate Blanchett thotë se filmi dallon nga animacioni. Atmosfera që krijohet në film dallon shumë nga ajo në animacion. Gjatë xhirimeve më dukej sikur nuk e kisha parë asnjëherë animacionin. As Lily nuk është paraqitur ashtu e qetë. Në përgjithësi mendoj se Ken ka realizuar një film për mirësinë dhe superfuqinë. Festivali prestigjioz I filmit në Berlin përmbyllet të dielën brëma me ndarjen e çmimeve.